Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Sillin fat dhe shumë pasuri, mbani këto gjëra në shtëpi dhe do të keni vetëm mbarësi. Bestojmë apo jo në besëtitni, të gjithë ne duam që të përkëdhelemi nga pak nga fati. Shumë besojnë se ky i fundit është i shkruar në yje dhe askush nuk mundet të bëjë asgjë për ta ndryshuar, ashtu si shumë të tjerë bëjnë ç'është e mundur që t'i hapin dyert e fatit dhe ta ftojnë atë brenda në shtëpi. Këtu ne do t'ju sillim disa nga objektet të cilat do të ndjellin fatin e mirë në shtëpinë tuaj. Një derë e kuqe. Nëse dera është drejtuar nga jugu, e kuqja ose ngjyra portokalli, do të ishin ngjyra të cilat do ta ftonin fatin në shtëpinë tuaj. Sipas Feng Shui, një praktikë shumë e njohur kineze, e cila ndihmon në tërheqjen e energjisë pozitive, është se dera duhet të lyer në ngjyra të ndryshme. Nëse dera është drejtuar nga veriu, ngjyra fatësjellse është bluja dhe e zeza. Perëndimi kërkon ngjyrën e bardhë dhe gri, ndërsa lindja kafe dhe jeshile. Elefanti. Këto kafshë të zgjuara besnike shihen në kultura të ndryshme si fatësjellse dhe për këtë arsye Feng Shui dhe kultura e lashtë kineze thekson rëndësinë e harmonisë dhe energjisë pozitive në dhomën e gjumit. Ndonse në vendin ton këto kafshë nuk janë një simbol i fatit, një elefant i vogël në shtëpi nuk do t'ju zinte vend, por vetëm do të përçonte energji pozitive. Feng Shui gjithashtu tregon se prania e luleve pa gjemba do t'ju bëjë ju që të ndiheni akoma dhe më mirë, por thuhet se do t'ju sjellë gjithashtu edhe fat. Të gjithë emocionohemi kur në dorën tonë vendos të ulet një nusë pashk, qoftë edhe për pak sekonda. Arsyeja, ato janë fatësjellse dhe të jesh i zgjedhur i nusë pashkës do të thotë që fati ju ka përkëdhelur. Sigurisht kjo gjë nuk ndodh rëndom, ndaj ju siguroni që ta keni çdo ditë në shtëpi. Patkoi i kalit nuk është një simbol i panjohur për shqiptarët, pasi edhe në kulturën tonë ky objekt shihet si fatësjellës. Ndoshta ajo që ju nuk e dini është që patkoi duhet mbajtur në këtë mënyrë që fati të mos rrjedhë, pra duhet të vendoset lart. Gjithashtu, këtu do t'ju njohim me disa nga gjërat të cilat e tërheqin pasurinë dhe paratë në shtëpinë tuaj. Shumica e objekteve kanë një energji të fortë dhe me ndihmën e tyre ju mundet që të tërhiqni para dhe fat. Këto janë gjërat që ju duhet të keni me patjetër në shtëpinë tuaj. Mjalti, që nga fëmijëria delikatesa e mjaltit është e njohur për secilin prej nesh, megjithatë ky produkt është kaq i rëndësishëm jo vetëm për cilësinë e shijes dhe vetitë e dobishme, por edhe për forcën e tij të veçantë. Edhe duke e parë pamjen e tij ne mund të themi se mjalti është një simbol i pasurisë. Që të mund të jetë simbol i pasurisë, shpërndajeni atë në mënyrë të saktë nëpër shtëpi. Blini mjalt natyral të freskët dhe pa papastërti. Para se ta çoni në shtëpi, pastrojeni shtëpinë tuaj duke i kushtuar vëmendje çdo cepi të saj. Dhe blini mjalt sa më të freskët, pastaj vendoseni dhe e lini atë në qendër të tryezës së ngrënies në mënyrë që çdo antar i familjes ta provojë. Pas përdorimit të mjaltit largoheni, pas pak përsëriteni ritualin. Asnjëherë mos e mbani mjaltin e prishur në shtëpinë tuaj, kështu ju do të tërhiqni varfërinë dhe do të largoni fatin. Kristale shkëmbi. Kristalet kanë një energji të fortë, të aftë për të tërhequr fat sa më të mirë dhe njëkohësisht begati në shtëpinë tuaj. Forca e tij kryesore nuk është aq shumë në tërheqjen e pasurisë sa në ruajtjen e saj. Me të ju mund të shmangni blerjet e pakuptimta, si edhe të kurseni paratë tuaja nga hajdutët dhe nga mashtruesit. Për t'i dhënë kristalit tuaj shumë forcë, vendoseni atë
Në prag të dritares, drita e diellit do të lartësojë vetitë e kristalit dhe për këtë arsye, jo vetëm që do të tërheqë pasurinë në shtëpinë tuaj, por do të bëhet edhe talismani juaj. Një gotë me ujë. Cilësitë energjike të ujit kanë qenë të njohura për një kohë shumë të gjatë. Besohet se është në gjendje të perceptojë dhe madje të transmetojë çdo informacion të marrë, prandaj shumë rituale kryhen pikërisht me ndihmën e ujit. Këto gjithashtu përfshin rituale për të tërhequr fate dhe para. Për t'i hapur fatin, do t'ju duhet një tas me qafë të gjerë. Vendoseni atë në pjesën perëndimore të shtëpisë tuaj, një zonë pasurie. Uji I humbet vetitë e tij, kështu që ai duhet që të ndryshohet për çdo ditë. Filli I kuq. E kuqja është një simbol I mirëqenies, prandaj fijet e kuqe shpesh përdoren për të kryer rituale monetare, për të tërhequr pasurinë në shtëpinë tuaj dhe për të krijuar një pozicion financiar. Mund ta bëni me ndihmën e një lëmshi të kuq. Është e nevojshme për të blerë një lëmsh të kuq dhe është e dëshirueshme që ju të paguani me monedha. Kur të shkoni në shtëpi, lëshojeni atë dhe pastaj mblidheni me një shkop të vogël prej druri. Mbajeni atë nën shtrat ose në pjesën perëndimore të shtëpisë. Monedha të verdha. Ngjyra e verdhë e monedhave simbolizon pasurinë. Mbani të paktën një monedhë të verdhë në shtëpi dhe do të jeni përherë me fat. Situata juaj do të përmirësohet. Ky argument përdoret shpesh për ritualet, por edhe prania në shtëpi do të sjellë një rezultat pozitiv. Merr një apo më shumë monedha të verdha dhe vendosni pranë dritares. Drita e hënës do të bjerë mbi to. Lëreni aty gjithë natën dhe në mëngjes fshiheni në një vend ku askush nuk mund ta gjejë. Kështu do të forconi energjinë e tyre, gjë që do t'ju ndihmojë që të tërhiqni pasuri. Monedhat për të shpenzuar nuk duhet të përdoren. Jeni ndjerë ndonjëherë keq pasi një person ka ardhur në shtëpinë tuaj. Keni vënë re se si gjendja juaj shpirtërore dhe humori juaj ka ndryshuar nga një moment në tjetrin. Mirëpo çfarë duhet bërë? Për të pastruar energjinë e shtëpisë tuaj ose ambientit tuaj të punës, mundet që të përdorni disa objekte, të cilat sipas filozofisë Feng Shui munden që të ndryshojnë jetën tuaj. Ja cili është kuptimi I secilit prej këtyre objekteve. Pasqyra jashtë shtëpisë. Mbajtja e një pasqyre jashtë derës kryesore të shtëpisë parandalon gjithashtu hyrjen e energjisë negative. Objekti nga ana tjetër përfshin një atmosferë misticizmi dhe misteri. Në këtë mënyrë negativiteti do të mbetet jashtë. Vendosja gjithashtu tek porta nuk është një ide e mirë sepse mundet edhe të pengojë edhe hyrjen e fatit dhe gjithashtu pozitivitetin. Vendosja para dritares gjithashtu varet nga peizazhi që ajo pasqyron. Nëse pamja është e shëmtuar ose shikon nga ndonjë spital apo mjedis I trishtuar, atëherë ju duhet që të zgjidhni një vend tjetër, sepse këto imazhe do të pasqyrohen brenda shtëpisë tuaj. Në dhomën e gjumit mos e lini kurrë në një pozicion që pasqyron njerëz të cilët flen, dhe në kuzhinë është mirë që ju ta vendosni atë pas sobës. Mundësisht kujdesuni të reflektojë imazhe lulesh. Kripa e trash. Kripa e trash është e aftë që të mbërthejë dhe të mbajë energjinë e mjedisit. Vendosni një krip të trash në shtëpi në një gotë dhe do të liroheni nga negativiteti. Ndërrojeni çdo javë sepse zakonisht është e ngopur me energji. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim që të zëvendësojnë bestytnitë tuaja, prandaj jeni të lirë në qoftë se dëshironi t'i praktikoni apo jo. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!